Me analistin Lulzim Veliu ndajmë një bisedë mbi zhvillimet e këtyre 24 orëve të fundit. Zoti Veliu, mirë se vjen. Besoj se na ndoqën në komunikimin me kolegun Ideal Gola nga Kosova deri tani, apo jo? Po, patjetër, përshëndetje dhe faleminderit për sekstin. Në një përmbledhje shumë shkurt në pak fjali, Kurtia na shkalon PDK-n si partia më e madhe në opozit, dal nga zgjedhjet e nëntëshkurtit. LDK dhe Abdi Xhiku e refuzoi, Haradinaj i thot kategorikisht jo, dhe zoti Haradinaj shkon edhe asa e thret Kurti mashtruesi, sepse nuk mund ta shoh ndryshe, thot. Ndërkohë Limaj me 3 deputetët e tij është tërësisht i pamjaftueshëm për Kurtin. Këto janë bërë të qarta. Cili është skenari sipas jush? Unë mendoj se do të ketë ftesë edhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Në bazë të disa zëra që u dëgjuan nga disa nga anëtarët televizës dhe vendosje, pritet se sot gjatë ditës edhe Partia Demokratike do marrë një ftesë për bashkëqeverisje me lëvizje vendosje. Mirëpo se si do vihet përgjegjja e Partisë Demokratike, edhe kjo çështje gati se është e ditur, pasi që nga fushata kemi pasur deklarime të forta edhe kundër një bashkëpunimi të Partisë Demokratike me lëvizjen e vendosje, por jo vetëm Partisë Demokratike, deklarata të tilla kishte edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e më kategorik nga të gjithë të tjerët ka qenë pra Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe ish kryeministri Ramush Haradinaj. Kemi pasur një parafrim apo një deklarim të Partisë Nisma Social-Demokratike, mirë po besa po duket 3 deputetët e listës së Nismës nuk do t'i mjaftojnë Albin Kurtit për të krijuar qeverinë, pasi kemi përçarje në mes të komuniteteve pakicë jo serbe që janë në Kosovë dhe 3 vota janë të pamjaftueshme për krijimin e qeverisë. Zoti Veliu, nga PDK-ja thonë që ne nuk kemi vija të kuqe. Zoti Hamza e tha në një komunikim që pati me mediat pak ditë më parë. Megjithatë, ne dim shumë mirë që një nga kushtet e tyre është posti kryeministrit. Pra, zoti Krasniqi nuk doli me emrin e tij si kandidat për kryeministër, por propozoi Bedri Hamzën. Tani, nëse negocion postin e kryeministrit, po kusht është? Unë çka desha të shtoj këtu. Gjatë periudhës së verës, së vitit e kaluar, pra ende para zgjedhjeve që janë mbajtur në Kosovë, apo ndoshta edhe para përcaktimit të datës së zgjedhjeve, kemi pasur një parafrim të Partisë Demokratike dhe lëvizjeve të vendosje dhe kemi qenë shumë të bindur se sikur ata edhe kanë arritur një marrëveshje, mirë po deklaratat e fundit të komunitetit ndërkombëtar, pastaj prishja apo ftohja e marrëdhënieve të Kosovës me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara, por edhe me Shtetet e Bashkimit Evropian, siç duket e ka shtyrë Partitë Demokratike që të ketë një tërheqje nga ajo që është parë gjatë periudhës së verës. Unë jam mëse i sigurt se sikur mos kishim qëndrime të tilla të bashkisë ndërkombëtare, do të kishim një gardë mes të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike se kush do futet në koalicion me lëvizjen vendosje. Mirë, po kjo ka bërë që edhe ato të tërheqen dhe të mundohen të krijojnë një qeveri të opozitës për çka shihet është shumë e vështirë, pasi që kemi të bëjmë me 3 subjekte politike, kemi Lidhjen Demokratike që pretendon të ketë kryeministrin asaj qeverie, edhe pse nuk është forca kryesore, pra është forca e tretë e dal nga këto zgjedhje. Pra me një fjalë për t'i rënë shkurt të gjithë kësaj, mund të themi se këtu bëhet fjalë për papërgjithshmëri të gjitha subjekte politikëve dhe të liderëve tanë në një situatë gjeostrategjike çfarë gjendemi tani. Pra jemi në një rrezikshmëri të shkallës së lartë apo edhe në prag të një lufte të tretë botërore, ndërsa ne ende merremi me çështje të vogla, me interesa të ngushta partijake e klanore. Unë mendoj se zgjedhja më e mirë për momentin do të ishte krijimi i një qeverie gjithëpërfshirëse, një qeveri e cila në xhirin e saj do të kishte lëvizjen vendosje, Partinë Demokratike edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra si 3 forcat kryesore që do të mund të merrnin vendime të rëndësishme. Po si do të ndajë pushteti pastaj? Unë mendoj se më rëndësi është shteti se sa pushteti, ndërsa politikanët tanë më rëndësi është çështjet e ngushta politike e klanore,
personale se çështja e shtetit. Pra, në qoftë se këta do të vazhdojnë në këtë mënyrë, është shumë afër mendsh të shkojmë edhe në zgjedhje të parakoshme, që do të ishte një katastrofë për Kosovën. E kuptoj. Nëse qëndrojmë tek qeveria gjithëpërfshirëse, por duke i mbetur pak edhe refuzimit të Abdigjikut, ju duke drejt së pari sqarimi që Abdigjikut bëri, pra duke nisur që nga gjua që Kurti ka përdorur në fushat ndaj tyre, morali politik, por edhe morali personal, këtë e Abdigjiku, të gjitha akuzat e zotit Kurti, ishin arsye të mjaftueshme dhe të... Pra, ishte reagimi i tij mirë arsyetuar sepse Kurtit nuk i shkon në zyrë? Unë mendoj se akuza dhe kundër akuza kishte nga të gjitha partitë politike. Jo ndoshta të nivelit hajvan çfarë u shpreh në ditën e fundit apo në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve zoti Kurti, mirë po gjëra të tilla dhe akuza të tilla akuza të ashpra kemi pasur edhe në Gjermani që kemi pasur zgjedhjet para disa javësh, apo kanë qenë 2 javë pas mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë. Mirë po, liderët e partive gjermane në ditën e zgjedhjeve përkundër të gjitha këtyre akuzave dhe kundër akuzave, të gjithë së bashku ulën në një studio televizive dhe pritën rezultatin dhe asnjëri nga ta nuk deklaroi se nuk do të bëjmë koalicion me këtë apo atë. Por dolen në krye të detyrës dhe janë në prag të krijimit të qeverisë dhe pritet që brenda javës së ardhshme të kemi edhe kabinetin qeveritar. Ndërsa te ne gjërat e tilla merremi edhe pas zgjedhjeve, edhe pse situata momentale e kërkon një gjë të tillë që Kosova duhet një sahat e parë të krijojë qeverinë e saj për shkak të gjendjes çfarë ndodhet jo Kosova, por e gjithë bota apo politika geostrategjike. Dhe unë mendoj se e gjitha kjo pasqyron papërgjithshmërinë e tyre politike. Elektorati kosovar nuk e dënoi vetëm lëvizjen vetëvendosje, e dënoi edhe opozitën. Mirë po me sa duket, opozita këtë gjë nuk e ka kuptuar dhe unë ende nuk e kam të qartë se çfarë kuptimi ka një subjekt politik i cili futet një gare elektorale dhe në fund të saj deklaron se nuk do të bëj koalicion me qeverinë, por unë nuk bëj koalicion as me opozitën. Po flasim këtë rast për lidhjen demokratike të Kosovës. Atëherë për çfarë je në garë? Atëherë çfarë kërkon nga elektorati? Pse kërkon vota nga Republika e Kosovës? O fitojnë vetëm, o nuk bashkëpunojnë asnjë. E dim të gjithë se fitoria e vetëm ndodhi një herë në Kosovë. Ndodhi në zgjedhjet e kaluara. Pra, në zgjedhjet e vitit 2021 pas gjithë atij frustrimi popullor që nuk ishte vot e drejt për drejt për lëvizjen vetëvendosje, ishte vot kundër atyre që ka bërë 25 vite në pushtet. Dhe një gjë e tillë unë jam më së i sigurt se nuk do përsëritet asnjëherë në Kosovë. Dakor, duke qenë se ndoshta Kurti i ka marrë disa mësime edhe nga ky reagim i Abdigjikut, pavarësisht letrës publike që i drejtoi për ta ftuar në takim, dhe ndoshta me bindjen, siç u shprehet edhe ju, që një ftesë mund të ketë edhe për PDK-n si parti e parë opozitare shqiptare në Kosovë për të bashkëpunuar, me çfarë mund të josh Kurti? Se ne e dim që kryetari i parlamentit, edhe pse një ditë më parë u vu në pikpyetje që me LDK-n mund të ishte në diskutim edhe pozicioni i kryeparlamentarit, megjithatë e dim që kryetari i parlamentit i takon partisë që fiton shumicën në zgjedhje, automatikisht lëvizjes vetëvendosje. Kurti ishte deputeti më i votuar, njëkohësisht edhe kryetari i LVV-s, automatikisht kryeministër. Me çfarë mund ta josh Kurti, me çfarë pozicioni pushteti mund ta josh PDK-n në këto momente? E para do të ishte me rëndësi të dërgohet ftesa dhe ftesës të kemi një përgjigje pozitive dhe të ulen në tryezë. Në momentin që ulen në tryezë, gjithçka është e mundur. Pastaj unë mendoj se pjesë e këtij pazari do futet dhe do bëhet edhe presidenti. Pasi Partia Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosje të dyja së bashku do e kanë të mundur edhe zgjedhjen e presidentit pas një viti. Pra, ne dim që presidenti kërkon 2/3 e deputetëve dhe të dyja së bashku do ta kenë të mundur zgjedhjen e presidentit. Mirë po, me sa po dëgjohet Partia Demokratike dhe në qoftë se futet në bisedime, ata do të kërkojnë postin e kryeministrit për zotin Hamza, i cili ka qenë kandidat i tyre për kryeministër në këto zgjedhje. Dhe është shumë e mundur që në qoftë se palët pajtohen që
të ulen në bisedime dhe në qoftë se për një gjë të tillë do të dakordohet Kurti, atëherë të kalojë te presidenci dhe posti i kryeministrit të mbetet zotit Hamza. Mirë po sa do të jetë pranueshme kjo për zotin Kurti, është një çështje tjetër. E qartë, dhe pastaj do të mund se hapet edhe një skenar tjetër, pastaj një faqe tjetër. Nëse pranon Kurti të bëjë këtë koncesion duke lënë postin e kryeministrit, a mund të jetë kandidat për vitin e ardhshëm për president vetë pastaj, ose nëse Kurti do të jetë kryeministër një vit dhe PDK-ja do të jetë në pritje, mund të pasohet nga zoti Hamza vitin e ardhshëm dhe zoti Kurti të jetë përsëri kandidat për president. Në qoftë se futen në pazar posti presidentit, atëherë të gjitha ato janë procese që kanë ndodhur edhe më herët në Kosovë, pra edhe në zgjedhje më të mëhershme kur pjesë e pazareve ka qenë edhe posti i presidentit. Mirë po, sa është e mundur kjo është një çështje tjetër. Mbetet të shohim nga ftesa, si do bëhet ftesa dhe çfarë përgjigje do të kemi edhe nga Partia Demokratike. Uroj që Kosova sa më shpejt që është e mundur të krijojë një qeveri të fuqishme, e cila do të ketë mundësi të përballet me të gjitha problematikat, duke filluar me bisedimet që duhet vazhdojnë me Serbinë, për të vazhduar me zgjedhjen e presidentit, edhe me çështje të tjera për të mbrojtjes, pasi jemi në një situatë shumë të rëndë. Është një moment kur Kosova mendoj që duhet të merr vendim për krijimin e ushtrisë së rregullt në Kosovë. Dakor, do të jetë një temë për cilën do të diskutojmë edhe në vazhdim. Zoti Veliu, faleminderit shumë për kohën dhe për analizën tuaj dhe për skenarët që na sollët. Faleminderit, ishte mirë.